Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot po ndaj me ju një nga recetat më të shijshme dhe më të shpejta se si ta përgatisni patullxhanët në shtëpi në këto ditë të nxehta vere. Fillojmë pa humbur kohë. Në një tigan do shtojmë vaj ulliri ose çfarëdo lloj vaji që përdorni ju në kuzhinë. Keni parasysh që patullxhanët përthithin shumë vaj, kështu që duam apo nuk duam, duhet ta shtojmë masën aq sa ç'duhet. Patullxhanët i ndajmë në feta dhe do t'i skuqim. Keni parasysh nëse ata kanë shijen e hidhur, duhet t'i fusnin me ujë me krip, pra me ujë të nxehtë me krip dhe t'i lini pak. Patullxhanët që unë kam përdorur nuk ishin as pak të hidhur, ishin mjaft të ëmbël dhe kështu që nuk i kam vendosur në ujë me krip. I kam skuqur direkt. I kthejmë në të dy anët her pas here derisa të marrin këtë ngjyrën e bukur që shihni. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe. Pasi janë gati patullxhanët, do t'i largojmë nga tigani. Po aty do shtojmë 2 qep, 2-3 thelpinj hudhër dhe do vazhdojmë ta skuqim qepën për pak derisa ajo të zbutet. Keni kujdes pa e djegur, pra sa të marrë këtë ngjyrë kështu si e karamelizuar. Pasi është gati, do pastrojmë 4-5 domate nga lëkura dhe do t'i shtojmë edhe ato. Domatet e verës tani kanë kaq shumë shije të mirë, kështu janë ideale për të përgatitur këto receta. Do të skuqim derisa të zbuten perimet, pra domatet bashkë me qepët, dhe pasi janë gati do shtojmë djathë. Unë kam zgjedhur djathë të shkrirë, po mund të shtoni çfarëdo lloj djathi që ju gjendet në shtëpi. Krip, piper të zi dhe rigon kam zgjedhur unë. E kam përzier masën për pak minuta ose më saktë për pak sekonda, sepse nuk do shumë, derisa të shkrijë djathi. Nuk dua të harroj pa thënë që është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndihni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani atë në koment. Pasi masa është gati, do kthejmë patullxhanët. Nuk dua të harroj pa i thënë që patullxhanët kur t'i hiqni nga tigani, mira është t'i vendosni në një pjatë me letër kuzhine në mënyrë që të përthithin vajin e tepërt. Pasi i kemi vendosur të gjithë, unë kam shtuar dhe pak mozzarella, speca dhe majdanos sipas dëshirës dhe lëm për pak sekonda sa të shkrijë djathi. Siguroni të keni bukë pranë vetes dhe e keni gati për ta shijuar. Siç e pat, nuk ka më thjesht. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypje në koment. Faleminderit që më ndiqni.